Dy botë por që takojnë në një realitet të përbashkët. Ky është udhëtimi artistik që sjell ekspozita më e re në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia në Durrës. Artistët Abbas Hado dhe Kamuran Goranci zgjodhën qytetin bregdetar për të prezantuar krijimet e tyre, duke ndërtuar një dialog mes figuracionit poetik të natyrës dhe abstraksionit të ngjyrës si energji e pavarur. Piktori Hado tregon se kjo ekspozitë e përbashkët sjell çamërinë dhe Kosovën në Durrës. Vim nga krajina të ndryshe, por jemi mes dy bote, por kemi një realitet të përbashkët, që është realiteti shqiptar. Kamuran Goranci u shpreh se kjo zgjedhje vjen pasi dy shqiptar u bën bashkë për të ekspozuar artin e krijuar nga dy krajina të trojave shqiptare, pasi duan të bashkojnë vlerat tona kombëtare. Është një shembull i mirë, o guzurit do thotë që të fillojmë edhe gjëra tjera, i bashkojmë vlerat tona kombëtare, kështu që është një ekspozitë interesante, mjaft e veçantë. Punimet e Hados janë të vitit të fundit, 11 tablo që kanë në qendër pemët dhe pyllin, ku piktori duket se është frymëzuar nga to, duke nxjerrë në pa rolin dhe rëndësinë e madhe që ka mbrojtja e natyrës. Nga ana tjetër, Kamuran Goranci i mëson ngurtëzimin të ngjyrës në abstraksion monokromatik. Ekspozita Dy botë një realitet do të qëndrojë hapur deri më 4 tetor.